negociatat mes Partisë Demokratike dhe aleatëve. Përshëndetje Nisida, në fakt negociatat kanë vijuar prej ditësh në selin e Partisë Demokratike mes aleatëve dhe sekretarit përgjithshëm të Partisë Demokratike Flamur Noka. Në fakt, sipas zburimeve të mia, Partia Demokratike ka arritur dakordsinë me Partinë e Lirisë duke i siguruar kësaj force politike 4 deputet në listat e mbyllura. Ndërkohë Partisë Republikane një vend karrige deputeti në listë të mbyllur, Partisë PBD1 të Vangjel Dules një vend, Partisë Agrare Ambientaliste një vend, Partisë Republikane një vend, ndërkohë nuk dihet ende se cila është ose cili është fati i negociatave me PDI-un e Shpëtimit Drizit. Kujtojmë se në seancën e fundit plenare ka pasur një takim në Kuvendin e Shqipërisë me Sali Berishës dhe Shpëtimit Drizit, por nuk dihen detaje se për çfarë kanë folur dhe kërkesat që pra partia PDI-uja ka në raport me numrin e deputetëve që kërkon në listat e mbyllura, por ajo se çfarë dim, sipas zburimeve të mia, është se Partia Demokratike i ka ofruar kësaj partie force politike vetëm një vend në listat të mbyllura. Mbetet për të parë dhe se cila ka qenë marrëveshja që partitë politike kanë arritur sa i takon numrave që ato do të kenë në listat e hapura, pra numrin e kandidatëve që do të kenë në listat e hapura në të gjithë qarqet e Shqipërisë. Negociatat vetëm me PDI-un nuk dihet fati i tyre, por ditën e sotme ato do të mësohen, duke qenë se është dhe afati se kur do duhet ndorzuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve koalicionet që do të formsohen dhe që do të garojnë në zgjedhjet e 11 majit. E qartë, por Osman, pas zgjedhjeve brenda radhëve të Partisë Demokratike kanë dalë edhe emrat e kandidatëve fitues, se kanë fjalën për primare, çfarë surprizash kishin këto primare dhe a pati kundërshti për këtë proces? Në fakt, Nisida, unë do të kam të dhënat paktën që janë publikuar zyrtarisht ditën e djeshme nga Partia Demokratike për më të votuarit e secilit qark. Në fakt, Bledon Albati është më i votuari i primareve të Partisë Demokratike në gjithë Shqipërinë me 1219 vota. Pra, deputeti i qarkut Korçës ka dalë i pari në këto primare të zhvilluara nga Partia Demokratike. I dyti në rang kombëtar dhe i pari në qarkun e Beratit është Zia Ismaili me 1091 vota. I treti në rang kombëtar i përket Hysen Kadiu të qarkut të Tiranës me 913 vota. Ndërkohë, në Tiranë, Klevis Balliu ka dalë i dyti me 737 vota, Grigel Smuçollari 666 vota, Jorida Tabaku 651 vota, Ilir Ali Mehmeti 603 vota. Ndërkohë, kandidati i Fierit i pari është Eduard Sharka me 795 vota. Shkëlzen Ibra në Kukës me 707 vota, Gjin Gjoni në Lezhë me 674 vota, Ina Zhupa 641 vota e para i qarkut të Vlorë, ndërkohë që këtu do duhet theksuar se qendra e votimit Konispol është cilësuar nga them organizatorët e këtyre zgjedhjeve primareve si e pa rregullt dhe nuk është konsideruar dhe nuk është numëruar. Sa i takon qarkut të Durrësit, i pari ka dalë Igli Cara me 622 vota, Ilir Krosi në Dibër me 578 vota, Dashnor Sula në Elbasan 538 vota, Ramadan Likaj në Shkodër me 470 vota dhe Alma Kore në Gjirokastër me 399 vota. Duhet theksoj edhe faktin se sa i takon qarkut të Tiranës, primareve të zhvilluar në Tiranë, dega ose qendra e votimit Paskuqan dhe Vor janë cilësuar gjithashtu të pa rregullta dhe nuk janë numëruar fletët e votimit për shkak se ka pasur pa rregullsi nga identifikuar kjo nga menaxhuesit dhe organizatorët e këtyre primareve në Partinë Demokratike. Po, por Osman, teksa të pyeta fillimisht nëse mund të konsideroheshin apo jo si surprizë në këtë proces, nëse flasim për 3 vendet e para, e më konkretisht i pari në Albati, mund të konsiderohet kjo një surprizë për të? Në fakt, zoti Nallbati për të marrë parasysh numrin e votuesve në qarkun e Korçës,
dhe në raport edhe me kandidatët, patjetër që Bledion Allbati rezultati që i ka marrë ka qenë befasues dhe surprizues. Zia Ismaili 1091 vota në qarkun Berat, gjithashtu një surprizë si kundër ka qenë edhe Hysen Kadiu në qarkun e Tiranës nga Kavaja, i cili ka marrë 913 vota. Nuk është parë një surprizë themi Kleviz Balliu apo Grigel Smuçollari, pasi konsiderohen edhe si figurat të cilët kanë punuar fort me strukturat, por që patjetër rezultati që kanë arritur është jashtëzakonisht i mirë për ta, ndërkohë që Jorita Tabaku në Tiranë ka qenë e para kandidate, pra e para sa i takon gjinis femërore. Ilir Ali Mehmeti, doktor Ilir Ali Mehmeti gjithashtu ka qenë dhe ka arritur një rezultat surprizues, duke qenë se nuk i takon as strukturave, pra nuk është një njeri strukture i Partisë Demokratike dhe ka arritur të marrë 603 vota. Eduard Sharka gjithashtu ka dal i parë në qarkun e Fierit, pra konsiderohet gjithashtu një surprizë, si kundër Shkëlzen Ibra në Kukës me 707 vota, apo si kundër edhe Gjingjoni në Lezhë, i cili ka marrë 674 vota, për të vazhduar mëtej edhe me listën të partëve të qarqeve në gjithë Shqipërinë. Faleminderit shumë Osman për informacionet. Faleminderit juve.